Palermo është Tirana e 2025-ës. Megjithatë, detajet e kësaj ngjarje tronditse do i dëgjojmë këto momente nga goja e reporterit ton Klajdi Bodli. Gjithashtu në studio kemi edhe zotin Aslan Dogjani, patjetër me një histori të gjatë edhe në policinë e shtetit, por jo vetëm. Mirëmëngjes të dyve, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit. Klajdi, çfarë nuk kishte te ky raport, të cilat janë të dhënat më të reja që kanë dalë pas 24 orëve hetime? Mirëmëngjes Flavio, mirëmëngjes gjithëve, mirë të gjeta. Atëherë do të theksojmë që le të themi kjo është një vrasje tipike mafioze, por të paktën kishim disa kohë që në Shqipëri nuk shikonim vrasje të tilla, le të themi kemi parë vrasje të cilat kanë ndodhur për motive banale. Para disa ditësh kishim 3 vrasje në 120 minuta ku në 3 qytete ndryshme për motive banale 3 persona humbën jetën pas një konflikti me thik. Ndërkohë, le të themi pas shumë muajsh rikthehemi në vrasje të tipit mafios. Kishim menduar se Shqipëria kishte dalë nga rrethi një këtyre vrasjeve duke qenë se një pjesë e persona me rrezikshmëri. Nga lufta e mafias, nëse Nga lufta e mafias, për shkak se një pjesë e persona me rrezikshmëri shumë të lartë tashmë janë në Dubai, janë të arrestuar apo janë në kërkim, po me sa duket, le të themi krimi është rikthyer fuqishëm duke bërë një atentat të frikshëm në mes të ditës në zonën e aeroportit të Rinasit, një nga zonat le të themi më të rëndësishme dhe më të kontrolluara me sigurinë më të lartë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 14:20 minuta kur Gilmando Dani dhe Muçi Shaljani kanë zbritur nga aeroporti i Rinasit, kishin ardhur nga Barcelona ditën e djeshme dhe ishin nisur në datë 7. Atje pas 4 ditësh janë rikthyer në Shqipëri, por me sa duket autorët kishin informacion mbi lëvizjet e tyre dhe i kanë pritur për disa minuta jashtë aeroportit të Rinasit. Nga ajo që policia ka mundur të zbulojë në kaq orë hetime, është identifikuar një person i cili ka vëzhguar dhe ka mbajtur në vëzhgim Gilmando Dani dhe Muçi Shaljani nga momenti që kanë dalë nga parkimi i aeroportit të Rinasit për të drejtuar drejt rreth rrotullimit ku ka ndodhur dhe ngjarja. Madje sipas zburimeve nga policia, personi në fjalë ka qenë le të themi thuajse i pamaskuar me kapele dhe me syze dhe në një moment i ka hequr dhe syzet ai i ka ndjekur në këmbë Gilmando Dani dhe Muçi Shaljani teksa kanë dalë për të drejtuar drejt rreth rrotullimit ku ka ndodhur ngjarja. Ka lajmëruar autorët persona të cilët kanë qenë në mjetin tip Toyota. Dyshohet paktën se kanë qenë 3 persona të cilët kanë qelluar në momentin kur Gilmando Dani dhe Muçi Shaljani kanë dalë nga parkimi i aeroportit të Rinasit, të shqelluar me beshëri, armësh zjarri, para se të shqelluar, para se të arrijë ke rreth rrotullimit. Para se të arrijë ke rreth rrotullimit, më pas në një moment mjeti tip Mercedes në cilin ishte Gilmando Dani nuk ka bërë rreth rrotullimin e plot, por ka dalë për shkurt dhe ka ndaluar tek vijat e bardha. Aty pak sekonda më pas ka ardhur dhe mjeti tip Toyota e autorëve ka ndaluar dhe një prej tyre ka zbritur dhe është shafruar makinës së Gilmando Dani dhe Muçi Shaljani dhe ka qelluar disa herë me zjarri dhe është larguar qetësisht pastaj makina drejt zonës së fushkrujes ku makina u gjet në fshatin Halilaj. Paktën policia ka shkuar në vendin e ngjarjes në fshatin Halilaj, por fillimisht e ka pasur të pamundur të ndërhyjë për shkak se kishte municione dhe armë në makinë deri në momentin që forca zjarfikse ka bërë të mundur fikjen e zjarrit. A ka një vlerësim në dinamikën e ngjarjes dhe në kronologjinë e veprimeve? Sa kohë ka kaluar nga ndalimi i makinës në Halile deri te mbritja e policisë? Se këta që 3 veta që ndalojnë, i vën zjarrin makinës, ikin pa lënë gjurmë dhe ndërkohë që policia arrin është ende i ndezur zjarri, më duket pak dinamike çuditshme kronologjike. Atëherë Flavio, ta marrim nga fillimi i ngjarjes. Domethënë unë ditën e djeshme kam arritur të shoh videon se si ka ndodhur ngjarja, po pjesën që le të themi që kapim kamerat e perimetrit rreth rrotullimit të Rinasit pa parë dot pjesën nga parkimi deri tek rreth rrotullimi. Por në audio dëgjoheshin të shtënat në këtë video dhe besoj që e gjithë ngjarja të paktën ka ndodhur për rreth 2-3 minuta maksimumi ku janë breshëritë e para më pas ekzekutimi përfundimtar që ka bërë autori për të larguar drejt fushkrues. Besoj që me gjithë largimin dhe djegjen e tyre në fshatin Halile nuk i ka kaluar rreth 30 minuta. Duke parë distancën, duke parë rrugën e favorshme që autori largohen direkt te rruga që nuk çon drejt kthesës së Kasharit, por çon direkt drejt rrugës që shkon për fushkruj. Besoj që më pak se 30 minuta autorët kanë mundur që të kryejnë vrasjen dhe më pas të djegin dhe mjetin për të larguar dhe për të humbur gjurmët në fshatin Halilaj. Dhe ndërkohë në vendin ku ka gjithmonë 24 orë 24 patrull policie, rastësisht në atë moment nuk ishte? Rastësisht, siç duket qartë dhe nga pamja, nuk kishte në kryqëzim asnjë efektiv policie dhe rastësisht dhe çuditërisht ndoshta në këto momente, në këtë rast
fati i ka ndihmuar autorët, nuk kisha as trafik në rreth rrotullimin e Rinas, si le të themi ishte një qarkullim normal që nuk pegonte lëvizjen. Zakonisht në raste të tjera ne kemi qenë qoftë për çështje personale, se kemi udhëtuar apo dhe për të raportuar, aty krijohet një kaos, një trafik i cili nuk mundson lëvizjen në mënyrë aq, le të themi aq fluide siç ishte ditën e djeshme. Ai orar ndoshta ka qelluar me fat për autorët, asnjë efektiv policie paktën në ato momente nuk duket. Kishte efektiv policie, ishte në makinën e viktimës. Po, zotria Muçi Shalani thjesht, le të themi kjo është një fakt akoma më i rënd. Ai nuk është skandal, ky është zhveshje e shtetit. Ai nuk është efektiv. Se nuk është hera parë që Jo, ai nuk është efektiv policia, ai është punonjës i agjencisë së mbikëqyrjes policore që duhet të kontrollojë efektivët e policisë. Ai është njeriu, nëse bashkëpunojnë me krimin. Nëse bashkëpunojnë me krimin, por nëse kanë kontakte me persona të skeduar të cilët nuk i lejohen punësit të policisë, ai është personi i cili duhet të hetonte dhe duhet të hetonte. A ka një të shkuar kriminale efektiv i AMP-s? Apo paktën ai është para disa vitesh ka pasur një konflikt fizik, le të themi, dhe është proceduar penalisht për një konflikt me ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri tek Ministria e Brendshme. Megjithatë këto janë dhënat paraprake, pak ne kemi mundur të mësojmë që zoti Muçi Shalani Sheqeri është bërë pjesë e Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore në muajin shtator të këtij viti. Dhe çuditërisht të gjitha institucionet ligjzbatuese, qoftë shërbimi informativ, qoftë shërbimi brendshëm i policisë shtetit dhe gjitha hallkat e tjera të institucioneve shqiptare kanë sjellë për zotin Muçi një certifikat të pastër. Madje ai është me dy emra. Edhe me gjithsesi kishte dy emra kishte një konflikt me ish-ministër brendshëm Sajmir Tahiri që kishte kontakte me persona të papërshtatshëm. Do të thënë kemi pasur në vettingun i cili tashmë është ndërprerë që efektiv policie janë larguar nga policia për shkak apo dhe gjyqtar apo prokuror për shkak se vllai i tyre ka qenë i dënuar dhe komisionat e vlerësimit i kanë cilësuar këto kontakte të papërshtatshme. Mua më pëlqen njëri që në një fest kishte takuar një politikan në një fest publik dhe për atë ishte shkarkuar nga vettingu. Kështu që ndërkohë që për zotin Muçi Shalani të gjitha dhe shërbimi informativ dhe të gjithë hallkat e tjera që kanë për detyrë të kontrollojnë pastërtinë e figurës kanë sjell certifikata të pastra për imazhin dhe për, domethënë le të themi. Pyetja e fundit për ty, Klajdi, gjendja shëndetësore aktualisht e Shalanit si është? Ai është në gjendje të rëndë, është në kujdesin e mjekëve, ka marrë një plumë paktën raportohen nga mjekët në kokë, është gjatë gjithë kohës në vëzhgimin e tyre për ta mbajtur në parametrat e duhur jetësor dhe bërë të mundur që ndoshta ai ta kalojë këtë fazë të cilën e ka në gjendje të rënduar, megjithatë është në gjendje të rëndë ende nuk është se mjekët janë qartë nëse ka një prognozë. Nuk ka qartë nëse mund të shpëtojë apo Dogjane, thuash e pa lajmëruar nuk mjafton. Thuash që e kishim parë nuk mjafton. Perëndimi i egër ka plumë nëpër biznese që janë hotele. Vendi është më i sigurti në Shqipëri. Zëvendës kryeministri kishte qenë aty pak më parë. Është kaq zhveshse për shtetin ton kjo. Nuk besoj se ka diçka më shumë një narkoshtet, një vend mafie. Unë nuk mund gjej fjalë ta përshkruaj situatën e djeshme, por edhe të përditshme që ndodh në Shqipëri, dhe them me bindje që Shqipëria është në ditët më të errta të saj për sa i përket rendit dhe sigurisë publike. Nuk mendon shumë ministri i rendit. Nuk mendon sepse ka dhe idenë se çfarë bën, se ka shkuar në atë punë, por edhe është edhe problemi i propagandës që bëjnë, sepse ky shtet është vetëm me propagandë. Por ajo që desha të them është që është në ditët më të këqija për sa i përket mbrojtjes sigurisë jetës së qytetarëve, të pronës dhe për gjithçka. Shteti në rastin më të mirë mund të themi që ka kapitulluar përballë krimit dhe kjo do të ishte, po them gjëja më e mirë në qoftë se ne do themi që kapitulluam dhe hajde mlidhemi se çfarë do të bëjmë. Por realisht nuk është kapitullim, por është një bashkëpunim dhe një implikim i madh i shtetit me grupet kriminale. Po nuk flasim dot për një luftë shtet-mafia, shtet-krim. Absolutisht këtu mafia dhe krimi janë bashkë njëri me tjetrin, sepse nuk ka arsye dhe nuk ka mundësi që ta justifikojë që në mes të rrugës në një vend ku është i kontrolluar, ku kalojnë pafund qytetar, udhëtar, tuaj, shqiptar, në mes të ditës
institucione sigurie, dogan... Para komisariatit policisë, ku aty kalojnë policisë gjatë gjithë kohës, të ndodhë një vrasje e tillë me 3 persona apo 4 të armatosur, ku drejtuesi i automjetit që priste një person me precedent penal ishte punojës i policisë që kishte për detyrë të kontrollonte policët se mos shoqëroheshin. Nëse po mos shoqëroheshin, ndërkohë që viktima ishte një person i cili është me precedent penal që njihet nga gjithë. Po, ndalojmë pak të CV-ja e Gilmando Dani. Po, tani, çfarë ndodh? Unë do ta shikoja në këto, në dy kënd vështrime, por në radhë parë do ta shikoja si specialist i policisë shtetit. Ky lloj organizimi, kjo lloj mënyre që ku e kanë prit, e kanë shoqëruar, kanë pas informacion të sigurt, edhe policia e shtetit që ka 12.000 punojës policie civile, oficerë, nuk e bëjnë kaq perfekt. Dhe kjo lloj vrasje e tillë nuk mund të bëhet pa qenë të lidhur me punojësit e policisë, me... Po thoni, një sekond, po thoni që kanë pasur dieni edhe policë të tjerë që do ndodhë atentate dhe kanë zbraz vendin? Për mendimin tim, jo, nuk e kisha tek zbrazja e vendit, për mendimin tim aty ka një lidhje përder faktin që unë... Përveç Shaljanit, po thoni që ka... Shaljani atje, rastin, po e marrim një rast të thjeshtë, nëse një qytetar ose një person me precedent penal kalon në Rinas, edhe ku shkon, por dhe kur vjen, polici që kontrollon pasaportat e tij e fut në sistem dhe i del se kush është ky person. Pra del të gjitha dhënat. Dhe në këto momente një punojës policie i ndërgjegjshëm që mendon për sigurinë e shtetit vet, që e do shtetin e vet, por që e ka dhe detyrë të njoftoj. E ka detyrë funksionale? Patjetër, ka detyrë të njoftoj drejtorin e policisë, shefin e policisë, që në pikën e kalimit kufitar Rinas XY ka filani keni interes. Është pjesë e praktikës punës? Pjesë e praktikës punës. Dhe në këto momente një shef krimish sepse është një person me precedent, edhe në qoftë se nuk e merr për t'i ndaluar. Edhe nëse s'është në kërkim në atë moment. Po edhe nëse s'është në kërkim, edhe në qoftë se nuk ka interes për momentin, ai vën një shërbim mrapa për ta parë ku shkon ky. Sepse është person që dihet që është në pjesë e një grupi kriminal me rrezikshmëri shumë të lartë. Kjo nuk ka ndodhur. Pastaj fakti që për ditë atje ka policë, ne na ka ra me shku. Fakti që 24 orë. Po, guxojnë 3-4 persona të armatosur me armë automatike, të lëvizin, sepse ato kanë lëviz shumë kohë duke pritur atë, sepse nuk është problemi që ato e kanë ditë që orë vjen fikse, zakonisht avionat edhe vonohen. Fakti që lëvizin me armë do të thotë që këto kanë lidhje patjetër në policinë e shtetit. Dhe sigurisht që edhe mund të jetë pastruar vendi edhe nga policët në momentin e ekzekutimit. Pra në momentin që ka ndodhur ngjarje, edhe mund të ketë ndodhur që po sigurisht, pra këtu duhet një hetim, sepse nuk ka mundësi që 3-4 persona të armatosur me automatik, ata mund të kenë lëviz 3-4 orë në atë vend. Dhe nuk ndërkohë një patrullë policie, ne i shohim patrullat e policisë për ditë rrugëve që ndalojnë me patina, me motorra, me bicikleta, kot më kot kontrollojnë djemtëri, ndalojnë rrugë, fusin durët në përgjepa, sepse nuk e bëjnë se i udhëzimet shteti, e bëjnë për të marrë në lek. Dhe të gjitha këto gjëra tregojnë që këtu shteti është një pjesë e mirë e policisë shtetit, sakrifikojnë aq sa kanë mundësi për të marrë një rrogë, sepse i heqin nga puna. Një pjesë tjetër e policisë është i lidhur me krimin. Këtu në Shqipëri territori është i ndarë nga grupet kriminale. Këtu kanë më shumë autoritet grupet kriminale në territor se sa policia e shtetit. Policia e shtetit nuk ka mundësi ta kontrollojë territorin. Policia e shtetit ka degraduar që në momentin e parë që i fusin në bankat e shkollës ose në ato kurse që i qojnë, marrin persona me precedent penal sepse nuk shkon kush mo, ose nuk i duan, ose ka ikër rinia, dhe marrin ato persona të cilët shkojnë me qëllimin jo për të bërë policë për të shërbyer qytetar, po se si do të vjedhin. Dhe të gjitha këto probleme kanë ardhur sepse që në fillim të herës në përfushata elektorale politika partia socialiste që është mbështet këta grupe kriminale i përdor për fushat, për të fituar zgjedhjet. Këta grupe kriminale të cilët dihen se kush janë, duke përdorur për zgjedhje nesër
ai polici e di që këtë e ka përdorur filan deputet, filan politikan. Ne kemi kryeministrin që ka dalë ka thënë publikisht hakshin kokat e njëri tjetrit. Ne kemi ministrin që thotë unë nuk mund të hy në kuzhinë. Po. Polici do të hy dhe në kuzhinë, atje në kuzhinë. Nuk hy polici realisht në kuzhinë, po hy fryma, hy besimi i qytetarit tek ligji. Po sot po përcjellin frikë nëpërmjet policisë shtetit, sepse tash çka ka ndodhur. Grupet kriminale dhe policia e shtetit, një pjesë e mirë e policisë shtetit, jo gjithë janë bërë përballë qytetarëve. Që do të thotë e shohin qytetarin si armik, krimi për ta grabit, për ta vjedh, sepse këta grupet kriminale që janë vendosur, që janë sot, kontrollojnë politikën, kontrollojnë biznesen, vendosin gjoba, kontrollojnë territorin për shpërndarjen e lëndëve narkotike, kontrollojnë shkollat, pra kontrollojnë gjithçka. Policia në anën tjetër është vënë përballë dhe ka krijuar një klim mos besimi midis policisë qytetarë. Është vënë përballë, pse është vënë përballë? Sepse në vend që polici tjetë me qytetarin që ta ndihmoj, kur qytetari ka një hall, i dhe një gjob kot, krijon një armiqësi kot, po. Për shembull, ne kemi një rast aty tek Pallatin. Për cilin edhe ti po ndigjesh penalisht për cilin, po, një mashtrues i cili ka uzurpuar borën e pallatit, tani më në fund ka ardhur bashkia me gjithë ato kërkesa dhe prap nuk ja ka marrë kret, po i ka marrë çka i thot ai një pjesë. Pra ai ka 210 metër e ka bërë në mënyrë të falsifikuar me letra në mënyrë kundërligjshme që ja kanë holluar kadastra vet. Ai e përdor të 210 metra, po s'ka 200 ka 400. Lën plerat nëpër ashensor. Kemi një pastruz aty që mezi e paguajnë banorët se kanë ngel vetëm moshuar. Dhe ky administratori flet, njofton policinë. E disa herë mund të ketë bën 20-30 herë ka bën kallëzim policinë e shtetit, para një jave kanë dhunuar, e kanë rraf. E kishin gris administratorin, shi plak burri vjet. Edhe çam tha tani. Unë nuk e di, dhe unë boll kam jetuar, tha ndoshta s'duhet me jetu mua, do ta marr në gjotha, do ta zhduk këtë njeriu. Pra, shiko po. Pranaj ndodhen në vrasje, ndodhen, nëse ky mashtruesi atje e ka rraf, e ka ushtruar dhunë, mbi 20 herë ka bu kallëzime, për shkak të detyrës është ky administratori. Pse se merr fut atë policin burg, ose të paktën ta shoqëroj. Po çfarë ndodh ndryshe me një qytetar? Nëse ai qytetar jo refuzon, po është i pakënaqur me vendimin, duket pa drejtë dhe i thot policisë, po merr një vendim pa drejtë. Ai e merr shoqëron komisariat, bën një raport shërbimi, që ose s'ka lek, kundërshtim punojës policisë e fut burg direkt. Pra, edhe ashtu dy shembull për të thënë që kanë krijuar një armiqësi midis popullit dhe policisë dhe grupeve kriminale. I kanë vënë popullit këta. Pse? Për të përcjellë frikë. Edhe ngjarja që ndodhi dje. Ajo është një ngjarje me mesazh për terror, sepse edhe bizneset u qelluan atje. Imagjino ti je duke kaluar në ato moment me familjen tënde atje, me fëmijë, se aty kalojnë njerëz. E di se çfarë paniku përcjellin. Shiko, se harron kur. Sa sigurt janë qytetarët. Zero. Rikthehemi pak tek CV-ja e Gilmando Danit. E para njëra ishte ai në çfarë statusi ligjor, në kërkim se ka qenë pjesë e dosjes Shullazit. Po, patjetër, Gilmando Dani flave ishte dënuar me 12 vite burg për çështjen e Hotel Volgës, ku ishte akuzuar për grup strukturuar kriminal dhe kanosje për çështjen e kërcënimit të biznesmenit Ylvi Beqa për shkak të zgjatjes së gjyqit të Emiliano Shullazit, rreth 5 vite i kishte kryer në paraburgim dhe për shkak kësaj kishte përfituar ditët e veta të uljes dhe ishte liruar në vitin 2023 me kusht, le të themi, një procedurë normale kur ka kryer thuajse gjysmën e dënimit. Megjithatë ai nuk ishte një emër i panjohur për policinë e Tiranës, për policinë e shtetit, për gjithë institucionin ligjzbatues, ishte një njeri me i skeduar dhe i shoqëruar, por gjithashtu dhe le të themi shënjestër e disa atentateve. Në vitin 2011 Gilmando Dani ka qenë shënjestër një atentati në Tiranë, të cilit mundi të shpëtoi, po ashtu në vitin 2015, teksa udhtonte së bashku me Emiliano Shullazin në rrugën e aeroportit të Rinës sërish, ndaj tij ishin me një mjet tip Golf 4 në zonën e Qafkasharit, ku ndodhet atë. Në zonë shumë pranë ku ekzekutua, është shëlluar me breshëri automatike së bashku me Emiliano Shullazin, mjeti i tyre ka dalë jashtë rrugës duke përfunduar, por atkohë edhe Emiliano Shullazi dhe Gilmando Dani arritën që të shpëtonin këtij atentati. Në të njëjtën ditë, thuajse në një fraksion shumë vogël minutash, në rrugën e Kavajës, një
grup tjetër, pjesë e njerëzve të Emilian Shullazit, Pajtim Seriani, disa emra tjerë ranë, dhe ato pjesë prej një atentati, dhe atë kohë u mendua që goditja ishte e përqendruar, le themi 2 atentate në zhdukjen e komplet bandës. 2 atentate. Nga kush janë bërë këto? Kjo është ne, policia ende sot e kësaj dite nuk është se i ka zbardhur. Me kë kishin armiqësi kështu të njohura nëse mund? Atëherë armiqësit, domethënë le të themi këto janë persona precedent penal të cilët kanë armiqësi me grupe ndryshme, por ajo që sot edhe pas 10 vitesh që ka ndodhur paktën atentati i dytë, Emiliano Shullazi dhe Gilmando Danit, ende nuk kemi le të themi një autor apo një person në kërkim në lidhje me këtë ngjarje. Edhe nga zbardhja dhe transkriptimi i aplikacionit Sky, në të cilën janë zbardhur shumë ngjarje dhe shumë vrasje, nuk është bërë e mundur paktën deri në këto momente që kjo ngjarje, le të themi këto 2 atentate, që atë kohë duken si të sinkronizuara, nuk janë zbardhur akoma, megjithatë zbardha policia, por ato njëri tjetrit i kanë zbardhur e din. Po patjetër, kjo nuk është, shiko, duke rikthyer pak makinat përpara. Duke rikthyer që patjetër që ato me njëri tjetrin kanë ndjeni. Besoj edhe një pjesë e bisedave që lexojmë në Sky, ato janë të qartë mbi njerëzit që i kanë nxjerrë prit apo njerëzit të cilët janë atentatorët, por po flas ligjërisht, duke qenë se një pjesë e ngjarjeve policia nuk ka mundur t'i zbardhë, ndoshta edhe se nuk ka dashur, ndoshta se e ka pasur pamundur, prokurisë së posaçme i ka ardhur në ndihmë aplikacioni Sky duke bërë të mundur zbardhjen e disa ngjarjeve dhe arrestimin apo shpalljen e kërkim të disa personave. Por në këtë rast, qoftë atentati i 2011-s ndaj Gilmando Danit, qoftë ai 2015-s ku ishte së bashku me Emilian Shullazin, nuk janë zbardhur edhe fal aplikacionit Sky, por që le të themi ato e dim patjetër. Duke rikthyer pak ngjarjes, nuk ka paktën historia në Shqipëri ka treguar që nuk mund të organizohet një ngjarje e tillë kriminale pa një bashkëpunim me policinë e shtetit. Edhe bisedat dhe të gjithë të dhënat që kanë dalë nga aplikacioni Sky kanë treguar që le të themi çdo grup kriminal ka një person të infiltruar në policinë e shtetit, qoftë ai edhe një niveli shumë vogël për të marrë informacione bazike, domethënë të hyjë në sistemin tim për të kuptuar ku është hasmi i tij, ka pasur raste që ka dalë që efektiv policia kanë nxjerrë në prit dhe ka lajmëruar kundërshtarin e personit të cilin e ka thirrur, i ka thënë unë do ta thras në këtë orë, ti pritë në këtë orë. Domethënë është e pamundur që të tilla ngjarje me këtë lloj organizimi, sidomos kjo e Rinasit apo ngjarje të tjera që zhvillohen që në mes të Tiranës apo në vende shumë të populluara, është e pamundur që këto persona mos kenë një informacion nga njerëz, nuk po themi nga drejtues të policisë shtetit, por ta thash qoftë në një vend më i ulët, por drejtues kanë. Okej, po domethënë po flas paktën si ka treguar historia, ka treguar që shefa krimesh, agent krimesh, që kanë akses në dhënat e, kanë akses në sistemin tim dhe në dhënat tjera të policisë shtetit për të marrë informacion për rivalet e tyre, qoftë për lëvizjet, qoftë për le të themi për të shkuarën e tyre apo për kë ato kanë miqësi, sepse policia, Flavio, përveç të dhënave që kanë në sistem, ka dhe dhëna operative, domethënë kuptimin që nuk i hedh në sistem, por i përdor për informacion të përditshëm për ngjarje si kjo e sotme për të kuptuar se çfarë ka ndodhur. Dhe këtë dhëna për shembull kanë informacion që Klajdi dhe Flavio janë shok dhe rrin bashkë. Dhe ky informacion, këto informacione ja japin një grupi kriminal që ka objektiv hasmin e tyre dhe këto informacione përdoren dhe rrjedhin. Megjithatë, siç e thash, është e pamundur, por ajo që në fakt më bën më shumë përshtypje në gjithë këtë histori, policia e shtetit ka dalë le të themi në një deklaratë për mediat në lidhje me këtë ngjarje. Kemi mundur që të marrim informacion megjithëse një ngjarje shumë e rëndë, bën habi që Agjencia e Mbikëqyrjes Policore edhe ende sot e kësaj dite, domethënë kur flasim kanë kaluar disa orë, nuk ka një reagim në lidhje me Muço Shaliani për dhënë dhëna si mbrëm darkë, domethënë policia e Elbasanit doli një komunikat për mediat për një efektiv policie të policisë rrugore që ishte kapur nga një emision investigativ që kishte marrë shfet ai për të liruar një makinë dhe menjëherë doli një lajmërim për media që ky personi është pezulluar dhe policia ka nisur hetim administrativ në këtë rast. Domethënë struktura e cila duhet të kontrollojë efektivët e policisë dhe do të kontrollojë policinë nuk ka një reagim zyrtar në lidhje me punojësin e saj. Dhe do të kujtojmë, Flavio, që Agjencia e Mbikëqyrjes Policore është një strukturë që nuk është në varësi as të drejtorit përgjithshëm të policisë shtetit, as të drejtorit të Tiranës, por është në varësi drejt për drejt të ministres së brendshme. Është ajo e cila propozon dhe emëron drejtorin e përgjithshëm të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore. Ministra e cila ditën e djeshme tha që policia nuk mund të rinë në kuzhinë dhe që Shqipëria ka dalë nga harta e ngjarjeve kriminale, ndërkohë që kjo ministre
teksa erdhi në detyrë shkarkoi një zëvendësministër sepse pinte cigare në një ambient publik në New York. Po, dhe i kishte ardhur ky informacion ministres me foto nga një qytetar. Po ndoshta nuk e ka parë videon. Mund ta shohim pak videon, lutem regjia, kam nevojë të shoh, të lutem shtatën. Momentet e para të shtatës. Theo pak regjia tani, pyetja ime është teknike, zoti Dëgjani. Kjo që sapo pam, sa profesionale është, duke pasur parasysh që kemi të bëjmë me sken krimi, me prova, se nuk është ishte në zjarr dhe aksident rrugor dhe dikush do të ndërhynte për të hap derën. Tu edhe një qytetar i zakonshëm do të ishte edhe më i zoti sa i polici për të hap atë derën, si më qenë mesjet me shkelëm, ndërkohë tjetri merr një lev që ai që ishte i plagosur mbrana mund të shkaktojë vdekje edhe nga për shkak të levës që po qëllonte. Kjo është si mesjet, ndërkohë që miliona euro ka buxheti i shtetit që jep Ministrisë Brendshme për të pajisur me mjete që t'i ketë çdo patrull policie, sepse mund ndodh në një rast që një patrull policie mund ndodh që një makinë me fëmijë aksidentohet, ndezet zjarr, si do ta hap atë? Ka pajisje sa dush sot edhe nëpërmjet internetit mund të marrësh pajisje. Edhe në temo mund të marrësh pajisje që mund të hapish atë xhamin me vakum, me sekond, me një thyrje edhe me kandel, po ta kesh në mënyrë, po them, artizanale, që ti qellosh ajo bie. Po. Kështu që kjo tregon se në çfarë drejgjeje, siç është e degraduar një pjesë e madhe e policisë shtetit, e paftë nga ana profesionale, e politizuar, shumica e drejtuesve të policisë janë punojës partjak më shumë se sa punojës policie, është dhe i policia atje në bazë i cili të turpron. Po mblidhen vetë policët për se hir. Po, tani ka një problem, domethënë. Dhe ndërkohë, më fal, makina e krimit largohet, ku të gjithë shteti edhe njerëzit e thjeshtë e dinë se në çfarë vendi shkojnë e digjin këto makina, se s'është makina e parë. Drejtimin pa. Ndërkohë që në rast të caktuar policia, duke qenë se ka të njëjtin precedent gjithmonë, duhet kishte përgatitur një plan që në momentin që ndodhin, që kanë bërë para ca vitesh. Qofse ndodhin, jo kanë bërë disa herë djegje makina sonë. Nëse ndodhin ngjarje, duhet që të jetë policia e organizuar, fushkrues dhe pjesë të tjera të kamzës që të shkojnë pikërisht përpara ta zonë këtë vend. Në një vend ku ka gjithë dy rrugë është të mëshme të shi edhe kjo. Po pra. Zona atje të ofron fakt shumë rrugë për patjetër të afron. Nuk është e rastishme që gjitha makina digjen në zonë. Para disa kohësh në kur ndodhi një ngjarje në Don Bosco, një makinë u doj shumë më afër aeroportit Trinasit në Qerek. Zona atje për shkak të mundësisë dhe aksesit që t'jep për dalë në disa rrugë që nuk kanë dhe shumë frekuentim, po që janë rrugë le të themi të asfaltuar dhe t'japin mundësi me lëviz, shumica e personave që kryejnë tilla ngjarje, zgjedhin pikërisht fushkruje në zonën e Rinasit për shkak se nga aty mund të kalosh pastaj në rrugën lidhet me gjirin e Lalzit, domethënë ke akses pafund. Megjithatë duke rikthyer videos duhet të them që ndoshta kjo nuk është thjesht le të themi mungesë infrastrukture nga policia e shtetit, por do të kuptojmë prave që skena krimit shkallmohet me këmbë ashtu? Jo, okay pra, atë po them është edhe banale, patjetër është skandaloze, por do të kuptojmë që ai efektivi që është aty mund të ketë qenë, po them deri dje, një efektiv krimesh. Por sot është saktuar një shef patrulle. Mund të ketë qenë efektiv çoban me 10. Jo, e kam tu logjikën. Çfarë po bën? Jo, e kam tu logjikën, që ai mund të ketë, domethënë, çfarë ndodh në policinë shqiptare, se zoti Dogjani ka qenë pjesë e policisë, nëse një oficer krimesh ka gjithë jetën që është oficer krimesh, ti nuk mund ta nxjerrësh nesër ti thuash dil oficer patrulla aty në rrugë. Domethënë se është i specializuar për sigurisht do bësh karrierën e sakt. Po jo, edhe për vetë punën e policisë, një njerëz që është i profilizuar në një sektor të saktuar, domethënë në policinë shqiptare ndodh që
Është thjesht njerëzit lëvizën sipas humoreve të eprorëve. Patjetër, super e drejtë kjo. Çfarë po bënte ai efektivi aty me shkelma? Efektivi në fakt po ndihmoi nga qytetari. Është qytetari tjetri, nuk është policia uniform? Jo, është qytetari tjetri, me sa kuptoj unë. Edhe videon e kemi marrë nga qytetari, po ta vesh re edhe qytetari bën thirrje që si, që po tentojnë të hapin derën për t'i dhënë paktën ndihmën e parë. Ndihmën e parë duke qenë se makina po asnjë si dhan tim, pastaj thjesht se ir bën apo pa. Jo, me sa kemi edhe nga videot, nuk e di pastaj çfarë ka ndodhur, por dyert janë bërë të mundur të hapen, kemi edhe foto dhe video ku duken viktimat trupat e tyre, por që domethënë si skenë është patjetër makabre është në një vend në 2025-ën vet pozicioni. Unë domethënë nga vitet që pash them fatmirësisht që në ato moment në aeroportin e Rina si çuditërisht nuk kishte fluks makinash dhe fluks njerëzit. Domethënë se ndryshe aty mund kishim le të themi përveç personave të cilët ishin objektivi, mund kishim edhe viktima tjetër që kanë ndodhur në ngjarje të tjera që aty ka pas thjesht kanë pluman trup, po viktima aty gjithë kushdo që ka qenë aty është i traumatizuar. Jo, patjetër, po viktima në jetë flas për te traumës psikologjike. Domethënë është kemi pasur në ngjarje të tjera të cilët qytetarë që kanë qenë në punën e vet, në jetën e vet, në hallin e vet, për shkak të këtyre ngjarjeve ka rasia dhe kemi pas Shkodër, kemi pas ngjarja në Don Bosco. Dojani Bodli keni të dy nga 30 sekonda, komentet e fundit. Unë do ju bëja thirrje gjithë policëve të ndershëm, policëve të cilët e duan këtë vend, pavarësisht se janë pak dhe kanë ngel pak, të bëjnë gjithçka ta ngrenë zërin dhe të shërbejnë qytetarëve dhe të bëjnë gjithçka në mbrojtje të jetës, sepse sot fatkeqësisht qytetarët kanë frikë me dalë nga shtëpia. E dyta, do ju bëja thirrje të gjithë qytetarëve shqiptar, kudo që janë, të reagojnë ndaj të padrejtës, ndaj të padrejtësisë, të mos kenë frikë, sepse sot i ka radhë dikujt atje që ka kaluar nesër mund të bjerë këtyne, mos o zot mund të ndodhë gjithkujt raste ngjarje që mund të vriten pa fajshëm në rrugë, në lokale apo kudo. Një reagim i madh popullor, sepse tek kjo qeveri unë nuk kam asnjë lloj shprese dhe nuk kam asnjë lloj thirrje për ta, sepse këta e kanë quar në këtë drejtje rendin e sigurisë publike dhe i ka merr në dorë popullit. Populli duhet të reagojë me të gjitha mënyrat, përndryshe këtë vend do ta marrë lumi siç po e merr për ditë. Kjo është thirrja ime e fundit, me shpresë që do të reagojë populli shqiptar për të arzuar njëherë këtë qeveri, këtë kryeministër i cili është personi përgjegjës bashkë me qeverinë e tij, po ky kryesori që e ka quar në këtë ditë rendin e sigurisë publike. Bodhi? Unë do të thoj që tashmë është le të themi rradha e policisë shtetit, duke parë se çfarë ka ndodhur ditën e djeshme, besoj që policia në vetvete do të ketë një sensibilizim, një ndërgjegje për të hyrë kësaj ngjarje dhe për ta hetuar dhe për ta zbardhur. Mos mësojmë si ngjarje të tjera të cilat ngelin aty, kujtojmë para disa muajsh 3 fëmijë të vegjël minoren u plagosën në zonën e Tegut, dhe ajo ngjarje ende nuk është zbardhur. Sot kemi një ngjarje tjetër që shumë e rëndë edhe ajo në një zonë, nuk e di, me një siguri shumë prespozohet, ketë një siguri shumë klarë, megjithëse në Rinas është vjedhur dhe brenda në aeroport. Po ne po them. Domethënë kjo ishte paktën jashtë rrethimit të aeroportit. Domethënë besoj që është tashmë rreth rrotullimi, nuk e di sa jashtë mund të quhet brenda aeroportit. Në kuptimin e ato kanë hyrë brenda rreth si zonë sigurie patjetër që ai përket aeroportit të Rinas. Por kemi parë dhe më keq. Domethënë kemi parë dhe më keq, por megjithatë e kanë këtu. Policia besoj tashmë duhet ngrihet dhe vetë në ndërgjegjen për ka një detyrim ndaj qytetarëve që ta zbardhë këtë ngjarje për të që të paktën këtu ligji funksionon. Do në ngjarje djeshme në atë zonë është e frikshme dhe besoj që dhe policia nuk ka më arsye të justifikohet, paktën ka mundur që të identifikojë personin i cili ka ruajtur 2 viktima, ndoshta kjo mund t'i çojë drejt zbulimit të autorëve dhe shpresojmë që dhe në makinën e djegur të ketë mbetur ndonjë provë që mund ndihmojnë në zbardhjen e identitetit të autorëve. Dakor. Faleminderit Dëgjani, faleminderit Bodli edhe për informacionet, për detajet. Ne miq të dashur do kalojmë në shkëputje publicitare, rikthehemi menjëherë pas pak, na ju e dini që duhet të qëndroni me ne.